të shitej në mënyrë kaq banale. Pra, ato dokumente që i kemi parë, ato fakte që janë aty dhe janë evidente. Pra, kjo ushqen nga ana tjetër atë dyshim të hershëm që kemi patur që ky sistem është mbarsur me njerëz të shantazhueshëm, mecene, pikërisht për të shërbyer, po them ne, një agjende të caktuar politike atë pushtetit. Këtu kemi lidhjen e Irena Gjokës edhe me prokuror të caktuar, ku në tryezën e saj, rastësisht ose jo, koha do ta vërtetoj, kanë qenë dosjet e zotit Berisha, të zotit Beleri, të zotit Mediu, të zotit Meta, e me radhë dhe çështje të tjera, të Albion Bistrit mos ngaboj, çështja e troplinëve kështu me radhë, pra një seri çështjesh të mëdha. Çfarë do të thotë pikërisht për këtë hije të fortë dyshimi që kemi patur deri më sot? Shiko, se dy gjëra, për unë kam më shumë siguri ke gjëja e dytë, se sa ka e para që ka hipoteza. Pra the dy gjëra, se e para që drejtësia po kthehet në Shina, tu nuk kam, jo dyshimet e mia, po nuk kam siguritë e mia. Siguria vetëm që kam është dhe një prova që ky SPAK nuk është i ndershëm me opinionin publik. Të dyshim që kemi patur prekoshëm, për mua kam thënë prej vitesh që guri provës i SPAK-ut që çështja me Gonigal. Në timin të botës, ku kryeministri i vendit tënd përmendet 14 herë në drejtësinë më të paepur, më të pafolur, më të pakomentueshme në botë që është shpejtësia amerikane, dhe ti në Shqipëri nuk e merr një herë në pyetje kryeministrin që i është përmendur emri 14 herë para juristë popullor amerikan. Që në atë moment unë nuk kam vënë bizën këtij SPAK-u në sensin e parë të fjalës. Pra kjo afere e sotmja dhe një të përprovon që ky SPAK është një instrument politik, pra ky SPAK luan si atë lojën e Shkopit në rër, në plazh, që mund të hash rrumbullak, por Shkopi në mes mos e prek. Ky është SPAK dhe këtu s'kam pikë dyshime. Tani, tek çështja e rikthimit të drejtësisë në Shina, unë nuk do shkoj larg. Ka një hipotezë që sigurisht që çdo drejtësi me kalimin e kohës ripastrohet, riciklohet, se brenda saj ka edhe elementë që janë pozitiv, që një moment që kuptojnë që asgjë s'mund të ndodhë, që nuk janë shantazhueshëm dhe kryen rolin e tyre. Dhe nuk është vetëm kjo aferë e sotmja me zonjën Irena Gjoka, por është dhe afera e Bulës së PD-s, apo jo? Dhe aty pati një drejtësi që pati guximin. Kështu që nuk të shkoj deri në atë pikë, sa është kthyer drejtësia në Shina, sepse edhe një herë nesër mund të kemi të tjera vendime që do të na bëjmë prapë analizim. Do të shkoj më tepër drejt një opinioni që unë kam javë largë. Ku shoh se si sot influencohen drejtësitë e vendeve që më të mëdha të Shqipëria në botë. Po. Për mua kjo drejtësi dhe njerëz sot, për mua ajo mos ta mohojmë, merr urdhra edhe nga jashtë. Edhe në këtë rast do të jeve dy hipoteza. Nikosisht, çështja e Irena Gjoka, cila është çështja e Berisha, kjo është. Patjetër. Është dhe një herë arrestimi, përçundimi, torturimi sa të fjalë, i opozitës më të madhe në Shqipëri, duke i hequr asaj kokën për të arën e saj, pikërisht në periudhën elektorale. Kjo është çështja, ky është skandali i Irena Gjoka që është gati një skandal i njëjtë me atë të Watergate në Nixonin në SBA. Në këtë moment, nëse pas shumë kohë flitet që përshkohet ndoshta drejt heqjes së një të atij vendimi non grata ndaj shefit të opozitës. Dhe një janë thashëtheme gens, po. Janë thashëtheme, më shumë ndukur me ty. Por mos harrojmë diçka, që nëse shkoj në fund çështjes së Irena Gjoka, atëherë gjithë procedurat vjen to. Atëherë, dhe kjo do të kontribuonte pikërisht në atë pastrim të non gratës. Pra, për mua, mos kanë mbrapa kësaj, në pasat, edhe një interes amerikan që të shkojë te saj. Ndërhyrja e parë. Kjo do të jetë pozitive. Ndërhyrja e dytë mund të jetë afera me grekët. Po. Mos harrojmë që Greqia sigurisht e ka hal në fyt. Çështja e Beleri, po Greqia është shumë pragmatiste. Çështja e Beleri, okay, u çdo, po Ramos i thot do ma japësh atë historinë e detit, se kjo është luta deti në Greqin. Harohet i këtë punë që bëri Rama në det. Edhe më ke duhet, mos është një lloj presioni i Greqisë me Ramos, do ma japësh atë detin me Hagon apo e hodha këtë gur
Gjithmonë nëse ka ndërhyrje nga jashtë po sistemet, po. Hipoteza para është një vetë pastrimi i drejtësisë, ku elementë janë të ndeshur, që nuk është vetëm raci kësaj gjykatës apo të tjerë. Po ke edhe një hipotezë tjetër, që është pra kjo hipoteza e ndërhyrjes nga jashtë, unë e shoh në botë që ekziston, përmendim më të vogla ekziston. E lëm si opsion të hapur pavarësisht se nuk kemi tregues konkret. Dakor. E lëm si hipotezë. Pra ne do të parë një fare dhe Genci e tha. E tha Genci shumë drejt që spaku më bëj apelim. Mua që më habit mua Genci Gjekuta është se si sistemi shqiptar i lejon që ai organ që kishte sabotuar, pra spaku që saboton, është po ai organ sot që merr detyra shtëpie për riparoj gabimin e tij. Mua kjo më habit. Është paradoksi. Kjo rekomendaci ka krijuar kaq shumë elemente, ka krijuar kaq shumë rruata të bardha që edhe ato siglat që mend, KLGT, KPT, këto, nuk u gjen në gjithë kampionat siglash, një tjetër strukturë, në sistem drejtësie, që pikërisht të merr